Ky ishte Zoti Balliu, ju lutem. Fiks një fjalim, një flamingo nga Temu. Edhe më pëlqen shumë që keni disa ditë që ju zogjt e bufit ju duket vetja si flamingo, ose më mirë keni filluar të silleni si flamingo, edhe pse me respektin më të madh kush ju ka komanduar ju, kush ju ka autorizuar, bëni zhurmë sa doni, shkoni edhe në protest po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ju një javë më parë dolët me krye drejtuesin tuaj, bufin e madh, dhe thatë që jeni pro investimit. Tani, kush është qëllimi i 4 projekt ligjeve? Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të humbi 4 miliard, sepse e dini pse bëni kaq shërak. Zonja që sapo foli, sapo citoi edhe tekstin e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, i cili dje doli dhe hapur, e kishte shkruar shqip, se edhe ti se po më dukesh si zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit. Rama ikta zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit. Dakor. Po ju të shkërkonin protest. E kuptoj atë djalin atje dhe ata 2 djemt atje, se ata atë punë kanë. Po mirë, dakor, pash edhe një deputete që mungoka, një deputete e Partisë Demokratike që thoshte, jemi këtu në protest kundër sistemit. Po kundër kujt sistemi? Kundër kujt sistemi jeni? Po një protest që thirret Sali Berisha në burg, edhe ju, pa dyshim. Ndërkohë që, jo, s'kemi fare ne, e para është që nuk kompleksohemi fare, sepse e dim fare mirë që kemi një kontratë me qytetarët shqiptar. Doli zonja këtu dhe tha, jemi për paketën e integrimit. Sa u votua paketa e integrimit, mori vota pro të gjithve që do kaloj, nuk ka lidhje fare me kalendarin dhe programin. Ishin 2 ligje që i solli qeveria me procedurë përshpejtuar, u votua, s'kishte as i vot kundra. Se ju nuk e keni mendjen mësim. Ju se keni mendjen mësim. Ne jemi këtu, ne do ta vazhdojmë detyrën tonë që kemi ndaj integrimit, jo ditë, po orë për të humbur nuk kemi për t'i votuar dhe diskutuar ligjet e integrimit. Ju, derim tani, për ta ditë, ende nuk e keni votuar asnjë ligj që lidhet me paketën e integrimit. Dje në konferencë kryetarëve, me që e kërkuat, ua kemi depozituar dhe dorëzuar zyrtarisht nga Ministrja për Marrëdhënie me Parlamentin paketën e ligjeve të integrimit. Ndërkohë që ndatë se vini votoni, ndatë se vini nuk votoni, kjo pak rëndësi ka për ne, që t'jemi të qartë për këtë pjesë. Sa i përket edhe njerë 4 projekt ligjeve që keni sjell, na thatë dje në konferencë kryetarëve që do sjellni kërkesë për procedurë përshpejtuar, nuk e keni sjell. Megjithatë, po ju a them në emër të këtij grupi parlamentar, të 4 projekt ligje tuaja do rrëzohen, kurdo që t'jetë data, dhe se projekti në Zvërnec do të vazhdojë dhe Shqipëria do të ecë përpara drejt antarësimit të Bashkimit Evropian.